Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, një ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të kaluar pak tek Sara Hoxha. Sara Hoxha ishte e ftuara e parë e cila hapi dyert e emisionit Goca dhe Gra. Me patjetër që të gjithë do të kishin fokusin tek Sara, e cila do të fliste për marrëdhënien me ish bashkëshortin tashmë Ledri Vula dhe njëkohësisht për marrëdhënien që Ledri u përfol se ka krijuar me ish bashkëshorten e Beskallakut dhe Xhensila Myrtezaj, në këtë rast artistja e madhe shqiptare. Sara Hoxha erdhi me një pozitivitet shumë të bukur, erdhi me një energji fantastike që të gjithëve na fasionoi dhe na bëri që ta duartrokasim dhe ta duam shumë. Një gocë e cila lufton gjithmonë për të dukur bukur dhe për të dukur e fuqishme. Dhe në Goca dhe Gra, Sara Hoxha në një intervistë që nuk kaloi pa emocione dhe rrëfime të thella personale. Sara foli për herë të parë më gjërësisht për ndarjen e saj shumë të përfolur nga artisti i njohur Ledri Vula, një histori që mori vëmendjen e publikut, por që këtë herë Sara e solli përmes një këndvështrimi krejtësisht ndryshe. Si një nën që duhet të shpjegonte vajzës së saj të vogël, Pojit, pse rruga e prindërve të saj nuk ishte më e përbashkët, me një zë të dridhur dhe me plot vendosmëri, Sara tregoi: "Zgjolla të jem e sinqert, një psikologe fëmijësh më tha se është më e drejtë të mos jap shpresë aty ku nuk ka më. Jo më me pak vujtje, por më e shkurtër. Fëmijët e kuptojnë gjithçka, edhe pa shumë fjalë. Për mua ishte e rëndësishme që Pojit t'i jepja një perspektivë krejtësisht ndryshe, që ne nuk mbarojmë këtu, që do t'jemi gjithmonë pranë saj. I thash, ti e dhurata më e bukur për ne. Do kesh 2 ditëlindje, mund të mos jetë ideale, por mund të jetë shumë e bukur. Ndoshta edhe më e lumtur." Në fakt, mënyrën se si Sara e ka shpjeguar Pojit punën e ndarjes nga Ledri Vula është një përzgjedhje shumë e bukur. Të gjithë duhet veprojmë kështu, të gjithë duhet shpjegojmë kështu, të gjithë duhet i themi gjërat në këtë formë që fëmijët të mos i vuajnë kaq shumë. Dhe realisht është një shkollë për ato të cilët të përjetojnë momente të këtilla. Një rrëfim që preku zemrat e publikut, sepse Sara nuk foli thjesht si ish partnere një artisti të madh, por si një nën që lufton të ndërtoj lumturinë e fëmijës së saj pavarësisht sfidave. Mëtej ajo pranoi se tani është në një kapitull të ri të jetës së saj, sikur kam rigjetur veten, jam më e fortë, e di kush jam dhe çfarë unë dua. Nuk kam ndryshuar si person, jam akoma e dashur, ndoshta edhe më shumë se ç'duhet, por ngjarjet që ndodhen më detyruan të hap këtë kapitull të ri, tha Sara Hoxha. Dhe pikërisht kur publiku priste të dëgjonte më shumë, nuk mungoi pyetja më e nxehtë: a është e vërtet lidhja e shumë përfolur mes Ledri Vulës edhe këngëtares Xhensila Myrtezaj? Sara u përgjigje qetë: "Kam lexuar dhe unë lajmet nëpër portale. Unë dhe Ledri kemi një marrëdhënie shumë prindërore, sepse kujdesemi mbi të gjitha përpojnë, secili ka jetën e vet. Nuk më takon as ta mohoj dhe as të pohoj lajme të këtilla. Unë e di vetëm një gjë: të dy kemi të drejtë të jemi të lumtur, dhe unë këtë dua për Ledrin, gjithmonë do e dua, sepse është babai i Pojit." Një rrëfim i sinqert, i fortë dhe i mbushur me shumë emocione, ku dashuria e një nëne, respekti për ish partnerin dhe guximi për të ecur përpara u kthye në një mesazh frymëzues për shumë njerëz. Ky ishte reagimi i Sarës, në fakt dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.